Melisa Kurtishi, Krah drite. Vajzat shkodrane, me mirënjohje dhe fisnikëri, i drejtohen shkrimtarës së ndritur Dora Distria, me një letër nga Shkodra e Arbëris më 2 prill 1881. Nuk kemi skep të rari, as fron, por si dhurat këtë pend argjendi. E punuar me filigram të holl, ajo mbante më shumë se dritë, mbante zërin e tyre. Kur ajo lexoi letrën në Firenze, ajo u prek thellë, sepse në atë pend të vogël ishte një premtim i heshtur, se vajzat shqiptare po mësonin të shkruanin vetë historinë e tyre, sepse ndonjëherë një pend e vogël bëhet zëri një kombi. Kënga ime flet për figura të mitologjisë, të cilat na bëjnë të kuptojmë rrënjët tona. Çmimi Best New Artist, Melisa Kurtishi. Dhe tani është momenti për të zhvilluar një lojë Twinkle Trivia. Asistentja ime do të hedhë disa mandarina drejt publikut dhe ai që i kap do të vi këtu në skenë të zhvilloj një quiz mes nesh. Të lutem të gjitha ata që morën mandarinën, le të vinë këtu në skenë. Bëjmë një rresht para. Hajde. Në rregull, unë do të nis me pyetjen e parë dhe për çdo pyetje, kush e gjen përgjigjen e saktë do të marrë një produkt nga Shporta. Okej? Ai kush ka fituar dhe kush ka marrë më shumë produkte, do të jetë fituesi dhe do të marrë gjithë Shportën. Dakor? Vijojmë. Në monedën shqiptare për 20 lekësh shfaqet një anije e lashtë ilire, një anije e shpejtë që përdorej për lundrim dhe luftë në det. Si quhet ajo? Liburna, trirema apo galera? Anija Liburna. Ësakt. Merr një produkt. Në brigjet shqiptare ka një lagun shumë të bukur, ku shpesh mund të shohësh pelikanin, kacurel dhe flamingot. Një vend plot ujë, zogj dhe natyrë. Si quhet dhe ku ndodhet kjo lagun e njohur? Laguna e Patokut Lezhë, Laguna e Karavastas Divjak, Laguna e Nartës Vlorë. Laguna e Karavastas Divjak. Wow, sakt. Mund të marrësh produktin. Në legjendat shqiptare thuhet se kur uji zhduket dhe burimet thahen, fshihet një krijesë e frikshme. Si quhet ajo? Kukudhi, shtriga apo kuçedra? Po, kuçedra, sakt. Një qytet shumë i lashtë pranë detit, ku njerëzit mblidheshin dikur për të parë shfaqjen në një amfiteatër të madh, sot është një nga qytetet më të rëndësishme bregdetare në Shqipëri. Për cilin qytet bëhet fjalë? Durrësi, Vlora apo Berati? Është Durrësi. Po, ësakt përgjigja. Një mbretëresë ilire e njohur për forcën dhe guximin e saj, ajo u përballë me romakët dhe kishte një flotë të fuqishme anijesh në det. Si quhej ajo? Rozafa, Helena apo Teuta? Po, ësakt. Ju lutem përgjigjet vetëm në mikrofon, mos harroni. Cili lum në Shqipëri njihet si një nga lumenjtë e fundit të egër në Europë? Shkumbini, Vjosa apo Valbona? Merre mikrofonin, lutem. Vjosa. Po, përgjigje sakt. Në hyrje të Gjirit të Florës, aty ku takohet deti Adriatik dhe deti Jon, ndodhet ishulli më i madh i Shqipërisë. Si quhet ai? Sazani, Ksamili apo Zvërneci? Sazan. Sakt.
Në juglindje të Shqipërisë ndodhet ligjeni më i thellë në vend. Në brigjet e tij, arkeologët kanë zbuluar gjumë të një vendbanimi shumë të lashtë, që vlerësohet si ndër më të hershmit në Europë, ku shtëpitë ndërtoheshin mbi shtylla druri në ujë. Ky liçen njihet edhe për peshkun e tij të veçantë, Koranin. Për cilin liçen bëhet fjalë? Liçeni Ohrit, liçeni Prespës apo liçeni Shkodrës? Ohrit? Po, e saktë. Në disa legjenda shqiptare thuhet se burimet e ujit dhe lumenjt ruheshin nga qenie të bukura të natyrës. Si quheshin këto qenie? Zanat, nimfat apo orët? Merë mikrofon? Nimfat. E saktë. Okej, tani është momenti të numërojmë pak produktet. Ti ke marrë 4, djalis ka marrë 3, edhe vajza 2, okej, ti je fituesja. Tani të gjitha ato do të lihen në shport dhe do t'i marrë vetëm fituesja shportën. Kështu funksionon. Gjithsesi, qëndroni, mos ikni sepse do bëjmë dhe një lojë tjetër. Okej? Tani e kam për ty këtë që dalësh ti fitimtari. Mos më zhgënje. Okej? Hajde. Në rregull. Të lutem dhe regjia më sillësh pak shportën tjetër? Okej. Rregulli i lojës është i njëjtë. Vazhdojmë direkt me pyetjen e parë. Në cilin vend ndodhen piramidat e Gizës, një nga monumentet më të famshme të botës? Egjipt, Jordani apo Turqi? Belgjik. Belgjik? Jo. Egjipt, nuk ishte Egjipt. E saktë, po, mund të marrësh një produkt. Cili monumenti famshëm ndodhet në Paris dhe është simboli i Francës? Kulla Eiffel, Koloseu apo Big Ben? Kulla Eiffel. Po, e saktë. Mos kujtoni se janë kaq të thjeshta. Cili qytet italian është ndërtuar mbi më shumë se 100 ishuj të vegjël në një lagun të Adriatikut? Venecia, Napoli apo Pisa? Venecia. E saktë. Cili perandor romak inauguroi Koloseun në vitin 80 pas Krishtit? Nero, Titusi apo Konstantini? Jo. E pak pyetje vështirë kjo. Okej, të përsërisim edhe një herë. Cili perandor romak inauguroi Koloseun në vitin 80 pas Krishtit? Nero, Titusi apo Konstantini? Jo, përgjigjja e saktë është Titusi. Në çfarë lartësie përafërsisht ndodhet qyteti i lashtë Machu Picchu? Rreth 2400 metra mbi nivelin e detit, rreth 800 metra mbi nivelin e detit apo rreth 4200 metra mbi nivelin e detit? Jo. Përgjigjja e saktë është rreth 2400 metra mbi nivelin e detit. Partenoni në Athinë ju kushtua cilës perëndesh të mitologjisë greke? Hera, Athena, Artemis? Është Athina. Athina, po, e saktë. Cili perandor Mughal urdhëroi, ndërtimin e Taj Mahalit në Indi? Akbar, Shah Jahan, Babur? Jo. Okej, përgjigjja e saktë është Shah Jahan. Cili popull i lashtë ndërtoi qytetin Petra në Jordani? Nabateanët, Fenikasit apo Romakët? Jo. Thoni kujt i bie 10, s'ka që. Okej, Nabateanët. Cili lumë është përgjegjës për formimin e Grand Canyon në SBA? Mississippi, Colorado apo Kolumbia? Jo.
Po, Colorado është, sakt. Cili arkipelag është i famshëm për speciet unike të kafshëve dhe studimet e Charles Darwin? Galapagos, Maldive apo Kanarie? Merë mikrofonin, Fluta. Galapagos. Sakt. Po unë kisha shpresë aty ty më buri dheut, ja morën gocat, Cili qytet italian u mbulua nga hiri një vulkani në vitin 79 pas Krishtit? Pompei, Napoli apo Verona? Mikrofonin, Fluta. Pompei. Po, sakt. Cili park kombëtar në SBA është i famshëm për gejzeret dhe natyrën vulkanike? Yellowstone, Yosemite apo Grand Canyon? Do në alternativën apo pyetjen dhe një? Yellowstone është sakt. Në rregull, s'po ju ngacmoj më shumë, është në rregull me kaq, tani do numëroni produktet, lutem, edhe fituesi prap dihet kush është. Okej, marrim sportin. Okej, jo, mund vazhdoni. Faleminderit. Meri, t'ju bëj mirë. E ishte një lojë plot emocione, po dhe gallat, ë?